Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur paçe koke, nuk e di a e përgatisni ju në shtëpinë tuaj apo cila është mënyra. Unë kisha shumë vite në fakt pa ngrënë një pjatë të tillë dhe e përgatita sot dhe u bë vërtet shumë e mirë. Atëherë fillojmë nga përgatitja. Kokën e qenjit e kam vendosur të ziej me ujë dhe krip. Unë kam përdorur gjysmën, por ju mund ta përdorni të gjithën. Në fakt, paçe e kokës bëhet me kokë viçi, por duke qenë që nuk më gjendej e tillë dhe është shumë e madhe për ta gatuar me kokë viçi, e kam përgatitur me kokë qengji dhe u bë vërtet shumë e mirë. Ndërkohë që koka zihen, me 2 lugë gjalp do skuqim 2 lugë miell derisa të marrë ngjyrë të artë, duke e përzier her pas here në mënyrë që të mos na digjet. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Unë do të doja shumë të mësoja mënyrën se si e përgatisni ju paçen në shtëpinë tuaj. Nëse keni dëshirë, mund ta ndani mënyrën tuaj në koment. Pasi mielli është skuqur dhe ka marrë pak ngjyrë, do shtojmë 1 lugë çaji spec të kuq, jo djegës e kemi ne pasi nuk e preferojmë, dhe hudhër rreth 3 thelpinj hudhër, të cilën unë kam ngrirë në rende, por mund ta shtoni edhe në copëza, dhe pak piper të zi. Do ta përziejmë masën dhe do ta skuqim edhe për pak, duke e përzier shumë shpejt në mënyrë që speci i kuq të skuqet, të marrë atë aromën e mirë, por të mos digjet. Pasi nëse digjet, atëherë e humb plotësisht shijen e vërtet. Shohim që koka është zier, do ta largojmë në mënyrë që të ftohet dhe të ndajmë mishin nga kockat. Lëngun e kullojmë, se siç e shihni ka nevojë për ta kulluar. Dhe ndërkohë që e kullojmë dhe e pastrojmë, lëngun më pas do ta shtojmë në tigan ku skuqem miellin, duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të trashet pak, me ndihmën e një teli kuzhine. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Pasi masa trashet pak, do ta shtojmë në tenxhere ku kemi vendosur lëngun e kokës të kulluar tashmë. Edhe mishin e kokës gjithashtu. Në pamjen të parë, koka e qenjit duket sikur nuk ka mish, por nuk është e vërtet, pasi kur e pastron nga kocka është mjaftueshëm, por koka nuk konsumohet për t'u ngopur me mish, por për shijen dhe për vlerat që ka. Kështu shtojmë në tenxhere masën që përgatitëm, edhe mishin që hoqëm nga koka, dhe do ta gatuajmë edhe për pak minuta derisa të trashet masa. Nëse ju dëshironi një masë më të trashë se kjo që po shihni në video, mund të shtoni pak më shumë miell, por unë mendoj që 2 lugë janë mjaftueshëm për këtë masë koke që kam përgatitur unë. Dhe paçja është gati. O zot, sa e shijshme u bë, mua më ktheu shumë pas në fëmijëri kur e përgatiste gjyshja ime, por edhe mami e përgatit sot dhe bëhet vërtet shumë e mirë. Unë e kam shoqëruar me pak gjalp të tretur shtesë dhe spec të kuq dhe na shijoi shumë, sidomos sot që ishte edhe ditë me shi. Nëse ju pëlqeu receta, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.